Atëherë më rikthyesh të bashkë një tjetër blok të Kosova Today dhe në këtë blok do të zhvillojmë një intervistë me avokatin e një prej dënuarve në burgun e Dubravës. Ky fundit duket se nuk po kalon ditë të lehta brenda burgut, ku natyrisht është i dënuar. Avokati i tij fajson drejt për drejt institucionet drejtësisë përkatësisht sistemin gjyqësor. Se çka ka ndodhur me klientin e Korap Bokshit, që është pra avokat i të burgosurit në burgun e Dubravës. Së më lëni që ti uroj fillimisht ardhje vetë avokatit. Korap, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit. Atëherë, normalisht mbetet në autoritetin tuaj nëse doni ta bëni publik emrin e klientit tuaj, por ajo që dihet dhe që është më e rëndësishme është fakti që ai ka një gjendje të rënduar përderisa po kalon ditët e tij në burg. Mund ta bësh me dije fillimisht se cilat janë ankesat tuaja dhe për çka bëhet fjalë? Po, faleminderit për interesimin. Sa i përket identitetit të klientit, faktikisht ka qenë edhe dëshira e tij dhe porosia e tij që kjo çështje të bëhet sa më publike. Çështja e gjykimit të tij dhe vuajtjes së dënimit tash 12 vite. Klienti është Besnik Rudi nga Gjakova, është në vuajtje të dënimit në burgun e Dubravës dhe këto ditë është e njohur ky fakt dhe i konfirmuan se me datën 13 faktikisht për shkak të gjendjes së tij shumë të rënduar psikologjike ka tentuar edhe të vetvritet duke pirë një numër të konsiderueshëm të pilulave qetësuese, sa më ka thënë ai. Unë me një burgosur aty brenda burgut të Dubravës më ka telefonuar në telefon dhe më ka thënë se më ka njoftuar që klienti im ka tentuar të vetvritet. Më njëherë jam interesuar dhe kam dërmuar veprimet e mia duke telefonuar burgun e Dubravës. Fillimisht nuk kam marrë ndonjë informacion. Dikur më vonë gjatë datës 13 në mbrëmje më kanë konfirmuar që një fakt i tillë është i saktë. Ndërkohë të nesërme nuk kam pas mundësi, përmes kontakteve kam marrë informacion që gjendja e tij shëndetësore po përmirësohet dhe dje faktikisht kam shkuar në burgun e Dubravës për ta vizituar drejt për drejt. Faktikisht edhe për ta inkurajuar që duhet prapë t'i besojmë drejtësisë, pavarësisht se rrjedha procedurave të tij nuk kanë shkuar është më së miri, mund të themi. Korap, në fakt, para shumë vitesh, në 2018, kur edhe mbaj natyrisht seanca ndaj klientit tuaj, ishte vetë klienti juaj i cili në fakt ishte pyetur në gjykatën themelore të Gjakovës për veprën që kishte kryer. Ati nuk i kujtohej kjo vepër. A është një sinjal që mbase i njëjti mund të ketë të lashë në këtë drejtim? Kështu, historia Besnik Rudi sa i përket të kaluarës kriminale të tij daton vitin 2012, faktikisht kur ka qenë një moshë 18 vjet, në një periudhë kohore mund të themi shumë të shkurtë, brenda 2 muaj 3 ka kryer afërsisht mbi 20 vepra penale që janë 90% prej tyre vjedhje ose vjedhje e rëndë. Edhe pavarësisht faktit që ato vepra normalisht sanksionohen edhe janë të dënueshme, të gjitha dënimet të cilat Besnik Rudi i ka pasur janë maksimumi i tyre prej 2 viteve burgim. Kodi procedurë. Besnik Rudi në burg, tash 12 vjet. Pse u bë që ai është tash 12 vjet në burg? Po pikërisht kjo është problematika. Për shkak se në të gjitha veprat, siç thash, në asnjërin prej tyre nuk ka dënim më të gjatë se 2 vite. Kodi penal i Republikës Kosovës parashet që për veprat penale të cilat nuk kalojnë 3 vjet dënim me burgim. Dhe kur bëhet bashkimi i tyre dhe unifikimi i dënimeve nuk mund të zgjasë më shumë se 8 vite burgim. Po pse nuk është bërë bashkimi i tyre? Bashkimi i tyre është bërë faktikisht 4 deri në vitin 2018 bashkimi i tyre nuk është bërë edhe pse. Pra, vetëm pak, 6 vite klienti juaj i ka mbajtur në burg pa ju bashku veprat. Po, edhe pse ky është detyrimi. Hyrje të drejtave njerëzore, duke marrë parasysh gjithmonë dispozitat ligjore të cilat janë vendin tonë? Faktikisht është shkelje e të drejtave të akuzuarit. Gjykata sipas detyrës zyrtare ka për obligim që për secilën vepër të ardhshme, të cilën e shqipton dënimin të bëjë edhe unifikimin e dënimit. Nëse ta zon një person ka 2 vepra më parë, është i dënuar me një vepër 6 muaj, me një vepër 1 vit, në veprën tjetër të cilën do t'i shqiptohet dënimi, do t'i llogariten edhe ato
të tjera dhe të jepet një dënim unik. Kjo gjë nuk ka ndodhur besnik Do dojmë dime dhe diçka më shumë, duke qenë se i njëjti ka punë me ligjin dhe organet shtetërore që nga viti 2012. Ju është bërë ndonjëherë ndonjë ekspertizë shëndetësore për ta parë shëndetin e tij mendor fillimisht, edhe për të kuptuar nëse ky person ka probleme me shëndetin mendor? Kështu, unë si klient besnikun e kam, mund të themi, vitin e fundit, sa kam informacione nuk është bërë një ekspertizë të tillë. Megjithatë, mendoj se 2012 është në organet riedukuese të vendit tonë dhe nuk është bërë asnjëherë ekspertizë shëndetësore për ta kuptuar gjendjen e tij mentale. ta di unë ju. Po, kështu, çështja e besnikut ka... Sepse më falë, zotëri, këtë diskutim po e bëjmë për faktin se ne e dim se shumë persona, pasi që dalin nga duart të organeve të rendit në vendin tonë, janë recidivist të veprave të ndryshme, pra nuk arrit risocializimi i tyre brenda organeve korrektuese. Prandaj po i vë theks të veçantë kësaj pjese. Pikërisht kjo është risocializimi. Besnik Rudi ka hyrë në burg në moshën 18 vjet, sot është 32 ose 33 vjet. Do thotë, nëse ai person nuk ka arrit të risocializohet për vepra penale të vjedhjes për 12 vite, e që siç parashihet sipas vendimeve gjyqësore duhet t'i mbajë edhe jashtë 7-8 tjera, atëherë nuk e di si mund të arrihet efekti i qëllimit dënimit. Atëre, na interesojnë edhe të tjera detaje, Korap, se me që ka kohë të gjatë që është në burg dhe pra kur një njeri vje në shkallë kaq të rënduar të shëndetit mendor, natyrisht që shqetësohen gjithë, përfshirë tu dhe familjarët, por besoj edhe në këtë rast edhe institucioni ku ka përgjegjësim për të. Më intereson të di, a ka pasur ndonjë telash brenda burgut, fjalosje me ndonjë burgosur tjetër, apo ndoshta keq trajtim nga gardianët? Jo, shqetësimet e besnikut kryesisht kanë qenë në humbje në shpresës ndaj drejtësisë, ashtu siç e thot ai, ka humbur shpresën se një ditë do të dalë në liri për shkak se siç pretendon besniku, gjithmonë i citoj fjalët e tij, thotë se për vepra penale pavarësisht që janë sanksionueshme, kanë vuajtur mjaftueshëm 12 vite që të vazhdoj të vuajë hala. Ne kemi një procedurë aktive gjyqësore tashmë me besnikun, për shkak se një shkelje tjetër që është bërë në raport me besnikun është se çështjet nuk janë trajtuar në kohë të arsyeshme. Këtë them për shkak se tek para 6 muajsh mund të themi kemi përfunduar 2 lëndë e fundit të cilat kanë datuar prej vitit 2012. E qartë, Korap. Po familja ti shkon, e takon shpesh, çka i thot ai familjes? Po njëjta fjalë faktikisht që më thotë edhe mua, është i dëshpëruar te mua se për shkak se ai faktikisht jetën e tij mbajnë mend tash vetëm në burg, mund të themi, se pjesa tjetër e rinis hershme, mund të themi, ose fëmijërisë veç ka qenë në liri. Prej se është bërë madhor, faktikisht 18 vjeçar mund të trajtohet gati si fëmijë, është në vujtje dënimeve të ndryshme. Një çështje tjetër që shqetëson më shumë ti besnikun është se fakti që prej vitit 2012 e deri më sot, për shkak procedurave aktive të cilat nuk janë gjykuar në kohë të arsyeshme, i njëjti nuk mund të shfrytëzojë edhe benefitet të cilat i takojnë një të burgosurit të gjykuar, që domethënë të dalë në vikend të krijojë marrëdhënie të punës jashtë institucionit. Pse, Korap, a ka një arsye zyrtare për këtë, se zakonisht IPET qoftë bazohet në sjelljen brenda burgut apo ngjajshëm? Arsye është ligjore, sepse përderisa nuk ka qenë i gjykuar për të gjitha veprat, ka qenë në procedura aktive gjyqësore. Dhe si takon për momentin. Okej, e qartë. Për shkak të efektit po sot, si është gjendja ti, kur ka qenë kontakti i fundit i juaj si avokat i ti apo familjarët me të, a janë marrë gjithat masat sa i përket institucionit ku ai është që të mos vije deri te një situatë e tillë prapa, është në vëzhgim të gardianëve më shumë se ç'ishte? Për të qenë korrekt në raport me institucionin korrektues nuk ka një vrejtje specifike. Unë dje kam qenë mëngjes e kam vizitu besnikun. Sa kam vrejt është ende i hutuar për shkak se thashë ka pirë një dozë të madhe qetësuesve, faktikisht është ende duke u pastru prej tyre, ai ditë, domethënë natën kritike as Po si u bë Korap që i kishte në dorë gjithë ato qetësues? Atë pjesë nuk e kam më të drejtën informacion. Por kjo po tregon që edhe barëra të ndryshme të cilat mund të shkaktojnë edhe vdekje, qarkullojnë organet,
e izolimit këtë rast? Po, me gjas po, pra çështja mund të deklarohet besniku më së miri, po nuk e di faktikisht. Por ato janë të kontrolluara mirë në institucione të tilla, Korap. Zakonisht institucioni merr përsipër kushdo që ka një diagnozë të shënuar nga mjeku ja jep vetë. Dhe në këtë rast i bie që dikush mund t'ja ketë sjellur klientit tuaj nga jashtë. Po, atë pjesën nuk e di më thënë. Po, dhe çështja tjetër, krejt në fund, Korap, pritet që të bashkohen veprat e tij dhe ta ketë një gjykim i cili pastaj do t'ja lejon të mundësinë të dalë në vikend dhe të fitoj privilegjet të burgosurve tjerë? Po, ato që thash pak më herët, në 6 muajt kalon kemi përfunduar dhe 2 lëndë të fundit që ka pas, kam kërkuar prapë bashkim të dënimeve në këtë arsyetim se nuk duhet të shqiptohet dënim më i gjatë se 8 vite burgim. Megjithatë, gjykata Themelora Gjahov ka nxjerrë një gjykim tjetër ku në bashkimin e dënimeve ka jap një dënim së dimën e 14 vite 8 muaj. Jemi në procedurë ankimore, presim partia së dimën është përcjellë lënda në gjykatën e apelit, edhe presim të është në të caktuar. E kuptoj. Uroj shumë që natyrisht fillimisht të mos përgjithëritet situata në cilën ka qenë klienti juaj dhe drejtësia të triumfoj. Faleminderit shumë Korap Bokshi, pra avokat i të dënuarit në rast Besnik Rudit. Faleminderit shumë edhe një herë. Është kjo momenti që të shkëputemi nga kjo intervizë dhe do të flasim për një temë krejt tjetër, protestat e bëshme në Serbi, refuzimi presidentit Vučić nga Amerika, drejtjet e investimit të dhëndrit Amerikan, atje e gjithçka tjetër do të bisedojmë me një personazh shumë interesant të cilin e zbulojmë pas blokut të marketingut.